Protesta për çështjen e Zvërnecit dominoi fjalën e kryeministrit Edi Rama edhe gjatë podcastit të kësaj jave. Teksa mbante në dorë librin Albanian Files, që prezanton projekte arkitekturore në çdo zonë të Shqipërisë. Kreu i qeverisë mohoi që të jetë shkruar apo botuar prej tij. Tani The Albanian Files është vendosur në shënjesër nga inkvizicioni, se s'mund ta quaj dot intelektual, se nuk është intelektual, por nga inkvizicioni revolucionar i protestës, ndërkohë që nuk është libri im dhe nuk është një botim i kontrolluar prej meje. Madje kryeministri nënvizoi lirinë editoriale të librit dhe ironinë që nis që prej titullit. Letra është pjesë e dosjes personale të autorit, edhe vetë files, dosjet, është një referencë ironike e një Shqipërie që vjen nga një kohë dosjesh, ndërkohë që këtu dosjet janë tëra të hapura për publikun. Ai e ka vendosur aty, s'ka as redaktim, s'ka as censur, dhe po t'ishte një botim propagandistik apo i kontrolluar politikisht, ky tekst nuk do mbetej aty mbase. Ndërkohë, Rama ndau një mesazh të një qytetari i cili prej 6 viteve vërtitet në institucione të ndryshme, pasi nuk po merr një zgjidhje për banesën e tij, të dëmtuar nga tërmeti 2019-s, e për këtë arsye po proteston. Jo çdo njeri që bashkohet në protestë është aty për një arsye. Ka plot njerëz që nuk i çon bulevard në ideologji, në një parti, në një inat. Ke shumë të drejtë, askush nuk duhet detyrohet të shkruajë kryeministit, sepse institucionet që paguhen për të adresuar këto probleme se kanë bërë punën e tyre. Por, ana tjetër, unë personalisht çdo mesazh që marr unë ndjek. Shefi i ekzekutivit u kërkoi qytetarëve që të mos heshtin për problemet e tyre, e njëkohësisht të mos rreshtin për të kërkuar zgjidhje korrigjim, duke shprehur gatishmërinë për t'i mbështetur.